vazhdojmë me sqarimet. Shumë njerëz i ndëgjojmë që thojnë do të qëndrojmë sa të qëndrojmë në xhehenem e pastaj do të dalim. Andaj të kënaqemi tani edhe në dunja. Kjo parull, ky pretendim është interesant edhe është befasues për ne. Nëse ndalemi dhe lexojmë ajetet kuranore që flasin për xhehenemin, për shkrimin e vuajtjeve të banorëve të xhehenemit. Do të kishim pas dëshirë që një ditë të këtill të jetojmë dynja me përgjegjësimet, me dallimet e mëdha që kanë përgjegjësime. E mos flasim për të Allahu dhul xhelal. Andaj ky lloj mendimit të vjen të ndalësh dhe të thush secilit që kështu mendon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, zjarmi i dynjas është një pjesë prej 70 pjesëve të zjarmit të xhehenemit. Do thotë zjarmi i xhehenemit është 70 fish më i nxehtë se sa ky i dynjas. Këtu në temperatura më e lartë sa bëhet? 1 gradë, 2 gradë, në hekurana, në vulkane, sa gradë arrin temperatura e lartë? Hajde shko edhe ti duroja temperaturë. Jo, i nderuar i vëlla, i nderuar motor. Ne nuk mund t'i afrohemi vulkanit apo në hekuran. Sepse sikur se tregojnë raste të punësuarit, për shembull në hekuran e Shkupit, tregojnë një rast ku ka qenë një punëtor duke punuar atë dhe tek bashku është do thotë zjarmi i madh që shkrihet hekuri dhe nga pakujdesin punë ka rënë në atë zjarmin e madh. Është shkrim më një herë. E ti do ta durosh zjarmin e xhehenemit, i cili me vite, me dekada, me shekuj ndoshta do të zgjat ajo djegje. Sot shumë thjesht, merr gishtin tënd vendoje mbi një qiri apo mbi një shkreps dhe shife a mund ta durosh ti atë temperaturë. Andaj i nderuar i vëlla dhe nderuar motor, pe ka kjo logjik e shëmtuar e cila e shtin besimtarin të vazhdon mëkate dhe largon nga veprat e mira me parullën se edhe nëse qëndrojmë në xhenem fundit do dalim në xhenet. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka përshkruar dënimet e banorëve të xhehenemit, do të ka lutur Allahun që ta mbron nga zjarmi i xhenemit sepse është djegje e madhe, është dënim dhe ndëshkim i madh i cili do të djeg likurën dhe normalisht ndëshkim i tillë do të jetë pe Allahu dhul xhelal. Kullama nadujat juluduhum badalna juludan ghayraha, gjëra që do të digjet likura e tyre do t'i zaventësojmë me një likur tjetër. Pse? Që ta shijon li yadhuqul adhab për shënuar dënimin. Se po të ishte djegje atil që ta djeg likurën, a shqisat edhe nervet janë likur dhe ato e ndin djegjen, atë ti do të rahatohesh mirë, po s'ka rahati, para mendo. Plus do të jetë trupi i tij shumë më gjigant, shumë më i madh për të shiu sa më shumë dënimin. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka përshkruar banorin e banorët në ahiret ka treguar se ata do të kenë figura shumë të mëdha. Pse që të ketë më shumë likur dhe për të shiu më shumë dënim. Andaj për atë shkak edhe sahabët shokët e ngushtë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, madje edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur përmendej xhehenemi, kur përmendej dënimi i zjarrit të xhehenemit, ata të frigoheshin atë shumë saqë dha livanoseshin, saqë u rënqeth ke trupi i tyre nga friga. Subhanallah, aq na ngursu zemrat që as pak nuk e mendojmë se dënimi është i dhëmshëm. Edhe Allah e përmend adhabun elim, dënim i dhëmshëm, adhabun shadid, dënim i ashpër, i madh, adhabun adhim, dënim i madh. Këto përshkrime të dënimeve tregojnë se nuk është kjo punë loj. Edhe ti ndoshta sot e ki let me thon 500 vjet kena mu djeg e pastaj kena mu kënaq. Kena me jetu në gjenet. Kështu, let e ki ta thush si fjalë, mirë po ta përjetosh, subhanallah, një dhimbje vogël, një therr e vogël që na shpon gishin apo këmbën, një zjarm i vogël që na djeg trupin, një dhimbje e vogël që pretojmë trup, neve rënkojmë, edhe nuk mund të adurojmë, ofkllojmë edhe me të madhe, edhe nuk na zë vend para mendo çka i pret gjunaqart mëkatart në zjarmin e xhehenemit, zjarmi i cili deporton palcën e njeriu, palcën e eshtrave, palcën e trupit i tij për të shijuar dënimin në mënyrë të tillë që ta shef se Allahu ja dha mendjen, ja dha udhëzuesin, ja dha pejgambert, ja dha librat, ja dha natyrën e pastër, ja dha të gjitha gjithësinë në disponimin e tij, e ai i përgjithshoi këta dhe i shkelej normat e Allahut. Andaj kjo parullë dhe kjo pretendim është i kot dhe nuk do ta mbron atë ditën kur dal parullë, atë do të bëhet pishman, atë do t'i vjen keq që kështu ka vepruar, do të bëhet vonë për mos të bëhet vonë, tani pendohu, tani
hape një fletë të re në jetën tënde, mundohu të zbatosh urdhët e Allahut me asa ke mundësi, ndalohu kategorikisht nga ndalesat që Allahu i ka ndalu, sepse fundi ndalesat janë shumë pak krahasim me atë që është e lejuar, do të jesh besimtar i devotshëm dhe do të fitosh mëshirën e Allahut dhe shpëlimin për ti dhe do të mbron nga dënimi i zjarrit, sepse besimtarin e vërtet dhe sinqert dhe stabil në fe lutem për te dhe me laqet waqihimu, se o Zot ruaj ata nga zjarmi i xhehenemit, ruaj nga zjarmi i xhehenemit. Domethënë lutja e melaqeve është e pranuar nga Allahu, andaj na lutim Allahut na forcon në këtë fe të zbatojmë urdhrat e tij, të largohemi prej ndalesave të tija, që të fitojmë mëshirën e Allahut dhe lutjen e melaqeve, e kështu që të fitojmë inshallah edhe xhenetin, ku do të kënaqemi me një kënaqje të vërtet, jo me një kënaqje mashruese që na ndodh neve në dynjë. Zoti na dhash të mirën, na rujt prej këqijave, Zoti ju shpëlbej. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.